Faleminderit, zonja kryetare. Tani, qartësisht, majoranca ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm për këtë marrëveshje dhe për ftesën që ka marrë. Por kjo çfarë tregon? Kjo tregon një gjendje të dëshpëruar në fakt. Një gjendje të dëshpëruar që buron nga fakti dhe nga vetdia që më në fund në Shqipëri drejtësia po vepron. Drejtësia ju shqepur të gjithëve, nuk po pyet më për asnjë. Drejtësia po tregon që të korruptuarve në Shqipëri po ju vjen fundi. Dhe gjithë ky entuziazëm buron nga shpresa që nëpërmjet kësaj ftese, nëpërmjet kësaj pjesëmarrjes në këtë organizatë ndërkombëtare, Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij që kanë vjedhur popullin shqiptar më në fund gjetën mënyrën për t'i shpëtuar drejtësisë. Por dëshpërimi në fakt dhe frika nga drejtësia ka dalë, është treguar dhe është kuptuar dhe nga çfarë ka ndodhur dhe nga si Edi Rama ka tentuar të sulmojë drejtësinë dhe t'i shpëtojë drejtësisë në çdo mënyrë. Sot këtu, ndërkohë që Spaku po kërkonte që një përfaqësues e qeverisë, nuk ka rëndësi se kush është, këtë nuk kuptoni. Nuk ka rëndësi emri, por një zyrtar e lartë, një antar e qeverisë që është kapur duke vjedhur, që është kapur duke abuzuar, mjafton të dyshohet që po abuzon me paratë të qytetarëve shqiptar, Spaku thot, ne duam ta pezullojmë nga detyra. Duam mos të japi mundësinë asaj që të vazhdoj të vjedh. Mos të japi mundësinë asaj që të ndikojë në hetime, të shpëtojë drejtësisë. Këtë kërkon Spaku. Dhe ndërkohë që Spaku është atje që lufton për drejtësi, për t'i çuar të korruptuarit në burg, Edi Rama vjen këtu dhe me arrogancën e tij, me idenë se shpëtoi nga drejtësia tani që erdhi ftesa, fillon të tallet me Spakun. Tallet. Thot, Spaku është kthyer si në sportel për letra. Vetëm tallet, por kjo s'është gjë fare. Ju arritët deri aty, jo vetëm që i lënçuat me gazetarët, me analistët, që paguani me lekët që i keni vjedhur qytetarëve shqiptar, po ju arritët deri aty sa akeruat email për treg, dhe unë vazhdova po të njëjtën gjë. Dhe në fakt Silvio bëri një projekt jashtëzakonshëm, të shkëlqyer. Mirë po erdhi kriza financiare dhe po nxirri në treg, me transparencë, me të gjitha. Kriza financiare viteve 2008-2009 e bllokoi. Dhe unë nuk mund të them që ajo nuk ka ndodhur. Ka ndodhur, po ka ndodhur absolutisht jo për influenca politike, ka ndodhur për të tërhequr biznesin ndërkombëtar. Kaq. Po kjo nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje se e lehtëson Edi Ramën. Mos e bëj këtë. Se Edi Rama është një tani. Lerni se po bën gjithçka të shpëtoj, por në absolute data 24 ju që jeni këtu. Shkoj thoni, po je burr që në zyrë. Shkoj thoni. Thoni. I thoni, rri aty në zyrë për të popullin se po të vjen. Rri në zyrë, thuj. Kam mbaruar kohën. Shkoni dhe ju me të... Okej, faleminderit. Fjalën e ka zoti Tauland Balla, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Fjalën kuvend janë dhe një mundësi e mirë për të identifikuar gënjeshtrat, të pavërtetat, edhe pse paktën vetëm po të dëgjoje dy folësit e fundit,
kupton qartë që me çfarë opozite kemi të bëjmë. I pari, një djalë i ri nga një forcë e re politike, mori fjalën këtu dhe tha, mjekët në spitalet publike nuk kanë marrë pagat e dhjetorit. Bëra një verifikim dhe më rezulton që i gjithë fondi pagave në thesarin e shtetit për pagat e muajit dhjetor është i ezaruar 100%, pra nuk ekziston një që nuk ka marrë pagat. Tani kjo është e para. U çua këtu mjeshtri i gënjeshtrës dhe përmendi ish kryeministrin e ndjerë Fatosnano për gjoja një bisedë apo një plan apo një projekt me Berlusconin për ishullin e Sazanit. Nuk ka pasur asnjë bisedë nga kryeministri Fatosnano për Sazanin. Por siç e ka zakon të gënjej për çdo gjë, ndoshta për gjetur dhe alibi për vete, ja faturoj para arsit vet. Nuk e di ç'ke bërë ti biseda me të për Sazanin, por me përgjegjësi të plot për shkak edhe të nderit të madh që kanë pasur të punoj pranë Fatosnanos, nuk ka pasur një bisedë tillë. Ja pra, dashur qytetar shqiptar, dy njerëz me diferencë të madhe moshe, me të njëjtën sëmundje të pashërueshme të gënjeshtrës dhe të pavërtetës, ndërsa sa i përket atyre kërcënimeve të tua që ti do bësh hatan me datë 24, unë do të ta kisha dhënë një përgjigje, por kam shumë respekt për kodin e etikës së kuvendit. Një gjë nuk kemi marrë ty në konsiderat, edhe kur na ke kërcënuar publikisht senat dritare është një snajper që do të marri në ballë çdo që do t'i afrohet kryeministrisë. E ke thënë ti këtë apo jo? Ti ke dalë dhe pastaj më rezulton që, më falni për shprehjen, je zbythur kur ke shkuar atje të deponosh, paktën siç raportojnë mediat, se ke thënë që ti s'ke dhënë në urdhër për qelluar mbi popullin me 21 janar, po ti nuk di ç'ka bër Luli. Unë nuk di ç'ka thënë Luli, por një gjë duhet ta dish Sali Berisha. Këtë forcë politike dhe ne që jemi këtu, ne pa e zbardhur përgjegjësinë tënde sa i përket urdhrave për vrasjen e 4 shqiptarëve në 21 janar, kjo forcë politike nuk ka për të tërhequr kurrë. Këtë ngulite mirë në mendje. Dhe nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me 4 dëshmor apo me shumë plagosur tjerë, po ajo ka të bëjë me një prej ngjarjeve më të rënda, nëse doni, në historinë e këtij vendi, e cila erdhi në fakt si një ripërsëritje, një përpjekje tjetër tënde për të qelluar mbi popullin. Në 1997 dhe urdhër avionëve të qellojnë mbi popullin e jugut dhe në 2011 dhe urdhër për qelluar mbi popullin opozitar në shesh. Kaq për këtë pjesën, se shoh një që dhe thonë që kur e ke bosh, e ke edhe bosh brenda, por sa i përket marrëveshjes. Nuk ka më nevojë për diskutime, besoj e morët edhe përgjigjen nga ana e kryeministrit, sa i përket shqetësimit tuaj pse kryeministri nuk është sot në Davos për ta firmosur, kryeministri do të jetë në Shtëpinë e Bardhë si mik i presidentit Donald Trump për të firmosur autorizimin që do t'i japi sot parlamenti. Kështu që tani sipas porosisë edhe sipas vlerës dhe rëndësisë, kokën poshtë, dorën lart dhe votoni marrëveshjen. Faleminderit. Replik zoti Berisha.
me datën 20/2/2020 target ose Mario Çela me cilin parafolsi që duhet ishte sot i dënuar të paktën 40 vite për vrasjet që ka porositur me dokumenta, informon Pinin se kishin rënë dakord me shtyre për të mos kërkonin Taos këtij këtu, të mos i kërkonin dëgjojeni bandës asnjë tender publik, se ky merret me tendrat, asnjë tender publik apo favore tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcull Taos dhe i dhanë afat gjerë në dhjetor. Dëgjojeni, është krahu i kartelit të Çelës. Tao ju përgjigj kësaj, a garantoni që të gjitha ata njerëz që do të votojnë për ne nëse vendosin në listë ata që donin nga burgu. Dëgjojeni, gjëra kriminali është, ja ku ka vendin ky. Prisni. Përgjigja ishte, po, ne e garantojmë këtë. Më pas, Tao tha Okej, mbaroj koha zoti Berisha. Zoti Redi Muçi kërkoi kërkuar fjalën për replik. Si çfarë një minutë mbaroj koha. Mbaro fjali e fundit. Dëshmohet se ka porosit vrasje. Dokumenti tjetër. Zoti Redi Muçi e keni fjalën. Jo një minutë, ka mbaruar fjala. Zoti Redi Muçi. Redi Muçi. Po ja dhash 2 euro për... Si. Zoti Muçi keni fjalë, mund të flisni, jeni me mikrofon, Po. Mund flas për çështja është të dëgjohem pa. Unë i respektoj më të vjetrit, kështu që tani me qënë se Taulant Balla më quajti gënjeshtar në lidhje me pagat e dhjetorit të mjekëve, doja t'i tregoj pikërisht deklaratën e shoqatës infermierëve të Shqipërisë para 4 orësh në një kanal televiziv shumë pranë qeverisë, e cila përcakton faktin që po ua lexoj, e turpshme thot, punonjësit edhe kur s'marrin hakun heshtin nga presionet. Tani fakti që heshtin nga presionet ndoshta e trimëron zotin Taulant për të thënë që duhet të hani edhe kur e keni lugën bosh. Megjithatë, është realisht e turpshme që s'u paguani pagat mjekëve. Faleminderit. Ju lutem bëhuni gati procesin e votimit. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën.
Mbyllet votimi. 110 vota për prezencën. 110 deputet prezent. Atëherë vazhdojmë për votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit paqes. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, shumicë absolute votash, ndjes. Procedura e votimit 2 votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Miratohet projektligji në parim. Para se të fillojmë votimin e nenit 1, në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë 2 amendamentet e zotit Gazmend Bardhi. Amendamenti i parë, titull që riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit paqes, dhe amendamenti i dytë, neni i parë ndryshohet si vijon: ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka të drejtë paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Bardhi, fjala për ju 7 minuta.